Vladimir Putin është takuar në Moskë me ministrin e jashtëm iranian. Vladimir Putin ka dënuar sulmin amerikan në Teheran në impjantet bërthamore. A mund të shkojë kjo mbështetje më tej, që do të thotë, a mund të ketë një ndërhyrje të Rusisë në konflikt? Mendoj se jo, sepse Rusia është e përfshirë vetë në një luftë të hapur tashmë, në agresionin e saj kundër Ukrainës, një vendi të pavarur. Nga ana tjetër, Rusia mbështetej me armatime iraniane, me dron iranian, kështu që Rusia nuk ka kredibilitetet e nevojshme ndërkombëtare për të vepruar edhe për të mbështetur në mënyrë të drejtë për drejtë Iranin në rrafshin ushtarak. Dhe kjo bazuar dhe në deklaratat e presidentit Putin para disa ditësh në Shën Petersburg, në forumin ekonomik që është zhvilluar aty, ku presidenti Putin u shpreh që Irani nuk na ka kërkuar mbështetje, por sot Irani e kërkoi me një dokument, por nga ana tjetër edhe në partneritetin, dokumenti e partneritetit strategjik që Federata Ruse ka me Iranin, nuk shënohet, nuk ka asnjë klauzol që të dy vendet duhet të reagojnë në mbështetje të njëri tjetrit sa I takojnë sulmeve nga vendet treta ose vendet katërta. Kështu që në këto kushte Rusia nuk ka asnjë angazhim në drejtim të Iranit të bazuar në dokumentacion dhe në veprime konkrete. Dhe Rusia nga ana tjetër kërkon të përfitojë nga situata në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa I përket luftës në Ukrainë. Duke mos u angazhuar në raport me Iranin, ato do të kërkojnë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të krijojnë lehtësime Rusisë për sa I përket planeve të saj për Ukrainën. Po, zoti Gjoka, në fakt kur nisi lufta mes Iranit dhe Izraelit, Vladimir Putin bëri thirrje për një zgjidhje diplomatike, ndërsa sot ka dënuar agresionin sulmin amerikan në impjantet bërthamore. Si e shihni ju qasjen e presidentit rus Vladimir Putin, teksa vetë është një vend agresor, prej 3 vitesh vijon luftën në Ukrainë? Po, presidenti Putin është një lojtar I kualifikuar tashmë, sepse ka kaq vite në pushtet, që drejton një vend të rëndësishëm siç është Federata Ruse, që ka pas kredenciale shumë larta në arenën ndërkombëtare, por mbas veprimeve në Ukrainë ato I janë ulur, kështu që ai vazhdon të përdorë retorik politike, presidenti rus, dhe nga ana tjetër ai përdori dhe terminologjinë që përdor Perëndimi kundër Federatës Ruse në raport me Ukrainë.